Si jeni? Kemi? Mirë? Si e? Ku dolim? Dolim? Që kemi? Mirë se nga udhërove. Si jeni ju? Preti e-mailet e kontaktet me klientët, se puna më e madhe është online. Paula është një nga vetmet guida alpine, është zhytse. Një nga katër vajzat që janë guida po pse në Shqipëri? Po kemi tjetër? Katër, gjithsej në Shqipëri. Në Shqipëri janë katër. Okej, po Paula është e veçantë sepse është edhe zhytse, edhe alpiniste, edhe është skiatorja më e mirë, kampione e Shqipërisë në ski, kështu që ka shumë elementë që të tjerë zërse i kanë. Adri gjithashtu është zhytës, alpinistë të gjithë bëjnë pak këto disiplinat e këtij lloji. Enisi është eksperti për stand-up paddle, është një pajisje e re australiane që i marrë tani, është tip rafting, por rafting i shesht. Edhe kaja këtë të tjerat. Normalisht unë pastaj që i shoh pak çunat e kështu punem janë bashkë me gjithë të sektorët. Po ju jeni 6 këtu në të? Ne si staf jemi 8 guida. 8 guida. Çunat kanë marrë tek Universiteti i Sporteve, kanë marrë rekreacion, kanë marrë tamam për guidat turistike të sporteve ekstreme. Bëjnë edhe zhytjen e gjithë këtyre tash. Kemi pastaj një tjetër që është nuk ka marrë sportet, po ai është apneisti më mirë, arrin shkoj deri në 34 metra pa filiali, 34 metra në ujë pa bombë. Jo. Është Miki Marko Bardit, edhe ky në fakt Marko Bardi është kampion i botës. Edhe ky bashkë me Markon kanë marrë 34 metra pa bombë. Armand Alvagjiu është një ekselent apneist. Kjo janë videot e Mandit kur shkon në thotë, ja këtu bëjmë shi të bëjmë për 1 minutë vetëm me dalë sipërfaqe. Këtu ka qenë 26 metra. Tash tregoni pak si e keni të strukturuar ju këtë, domethënë si e keni strukturuar këtë që vinë të tjerët edhe po. Si jepni shërbime pak. Po. Tani ideja është Nada bën pjesën e emailëve. Kryesisht funksionon me website. Don webet janë mënyrë që ti të jesh në tregun botëror është të bësh website-in. Njerëzit shohin, do të fusin fjalë kyçe, tipin scuba diving in Albania ose ski touring in Albania, automatikisht del web-i jon. Pastaj ata kontaktojnë, ose thonë jemi 5 veta, du me ardh çat çmimin e jep, ama siguron hotelin, ama siguron pajisjet e zhytjes, sepse në aeroport për shkak të zgjen dot me bombë, se është ndaluar. Nuk është ndaluar. Kështu që ne kemi pajisjet edhe për këta njerëz. Pastaj na bën një çmim, e shohim me hotelet, kjo historia e çmimit që ul për pjesën e kjo ishte e paparë, sepse tash unë jap në çmim më të tjerë, automatikisht më vjen për të dhënë klientit çmim më të tjerë. Në fakt ne kishim këtë objektiv prej kohësh, por nuk mund ta bënim që në fillim, sepse problemi ishte i gjithë ristrukturimit të financave, edhe konsolidimit, dhe faktikisht marrëveshja me FMN ishte që të mos bënim përjashtime, ose mos bënim përshkallëzimet të TVSH-s dhe gjithë kishin 20%. Dhe e vërteta është që gjithmonë më shumë hym në një kontradikt, sepse qartësisht dhe shifrat e tregojnë që ka rritje çdo vit të turizmit. Mirë po, ishim domethënë jashtë konkurrence, sepse gjithë rajoni e ka 90%, ne kishim 20% të vëshëm. Pra për çdo dhomë, për çdo klient, për çdo krevat, 20% taks shtetit ishte shumë. Dhe kjo rriste shumë edhe informalitetin, sepse nuk deklaronin, nuk bënin etj. Tashti ata kërkonin, kanë kërkuar gjithmonë 10%, ne bëm 6%. Me 6% jemi më ulët, jemi në pikën më të ulët në rajon, edhe do jetë bumi madh edhe për rritjen e klienteles, por edhe për formalizimin e hoteleve, sepse do ta kenë shumë të thjeshtë që të deklarojnë tamam siç i kanë, jo të bëjnë hile, jo po këtu, jo po aty. Edhe përshkrimin e paketave shumë mirë kjo, se përpunë me paketa dhe për këto. Që ju e keni ndjerë këtë? Absolutisht, po se është 6%. Do një grup që ti, nuk është se është një person, mund të jetë një grup e ndihet direkt.
Po kështu në ato, sa vjet keni ju që ju keni qenë? Ne kemi filluar në 99-ën, kryesisht me zhytjen me bombula. Jo, këtë si biznes 2014 duket se kemi bërë regjistrimin pastaj, sepse aktivitet bënë më përpara, po thjesht disi ishte më vonë, nuk kishte nevojë të regjistru shumë, se ku do na kapnin Mali ishte ideja. Kupton, ne në Mali jemi, në fund detit jemi, do vinë njëri të gjejmë det. Po pastaj në 2014 ishte historia që nuk të vriste, edhe të regjistrohesh. Kupton, pastaj pam që ortakët në botë tash taks, ju keni tash skeni, ju keni vetëm sigurimet shoqërore të të stafit. Edhe çka keni taksa bashkie, pastrime kështu, kurse taks biznesi skeni. Po në vit ato nuk është se janë Po pra, shiko, kush punon nuk e ndjen taksën. Realisht, po të punosh taksa nuk është ndonjë gjë, është çfarë çfarë bëhet në Europë, domun këtu është lule do. Sepse nuk është ndonjë gjë që të vret. Po punova e pagun, tash punon sa kanë. Po ajo që bëm ne që bëm zero për biznesin e vogël i ndihmoi shumë fare, sepse sidoqoftë ka dhe gjë tjetër që nuk keni nevojë të mbani bilance, budalliqe, letra, thjesht. Po kështu si e keni këtë pjesën si e masni ju rritjen nga viti në vit të Kjo është shumë vëllai se më fton bëjmë bilancin, në sa kemi pas vjet, sa kemi. Jo, rritjen e njerëzve që vinë. Shiko, ne në fillim kemi pas pak, goxha pak, sepse edhe duke qenë turizëm aventure, ne nuk punojmë dot me autobuza, unë nuk marr dot 50 vjet aty fusnuj, se është jashtë normave teknike don që i kam të detyrueshme botëror, edhe kolegët që kam në Europë, kur mi sillin klientët, e dinë se kush janë, që në ujë do hyjnë 12 maksimale dhe nuk hyjnë tjerë, kupton, ose në kajak, ke 16 persona dhe nuk do bësh më shumë. Po unë e shoh që nëse vitet e tjera për shembull kishim vështirësi të mbushnim agjendën me njerëz, që punosh gjithë sezonin. Sot është gjithë agjenda është kjo. Edhe tani rrim vrasim mendjen se si do kombinohemi për gjetë akoma staf, për gjetë guida për të përballuar tjerët. Sepse nuk mund të shtojmë, nuk është tani, okay, kemi autobusin e shofi Kalan e Krujës, hajde të bëjmë edhe autobus tjetër se punë Kalan. Dhe nuk funksionon dot në këtë formë. Ne morëm masa, por kemi pas 10 kajak për 12 persona, tani blem prap 16 kajak të tjerë, që na shkon gati 18 milion lekë vetëm kajak në investim i ri. Sepse kishte kërkesë, edhe nuk i përballonim dot. Tani bie që po marrim prap guidat e reja në. Guidat i trajnoni vetë tash? Tani guidat ne kemi marrë në listë. Se guidat janë profesion vetë, s'është hajde se po të çoj në shetit atje. Ne në fakt më përpara punonim thjesht sepse ky ishte lindi, ideja ka lindë si pasion. Po ne bënim zhytje për qef. Kupton, alpinizëm bënim për qef. Pastaj doli dikush që tha, "Ok, t'jap edhe lek, a mund të vi me dy? Ose kam edhe i tuaj." Mi merr parat e shoqëron. Pastaj ju krijoi ideja që kur merr emër, thonë ata orë mirë që ti e guid, po çfarë letre ke që të kenë besim tek ti. Dhe trajnimet e para ne i bëm në Europë, domethënë zhytjet i kemi bërë në Europë. Ta kanë marrë mbështetje nga ministria. To janë certifikuar, janë te procesi i certifikimit të guidave që ne përfunduam në 27 shkurt. Dhe këta janë pjesë e certifikimit të guidave, domethënë ta kanë grupi i parë, kanë atë certifikatën që kemi lëshuar neve. Ne kemi marrë këtë certifikat. Kjo certifikatu është e ministrisë. Edhe sapo kemi marrë ministri gjithë kompanive në Europë sepse ishte vetëm një dokument që tregonte që shteti shqiptar na njeh. Më përpara çonim letra që kishim marrë nëpër Europë që njiheshin, nuk është se njiheshin, po të njohë shteti jot, kjo është gjë e madhe. Është shumë e rëndësishme që ne rregullojmë tregun e turizmit, operatorëve ekonomik në turizëm, që kështu gjë që u bën si fillim është që u nda në ÇKB regjistrimi midis tur operatorit dhe agjencisë, u certifikuan guidat dhe po bëhet standardizimi i hoteleve. Këto janë 3 proceset e mëdha që po kalon Shqipëria tani. Këto kur u certifikuan treguan gjithë dokumentat që kishin pasur në të kaluarën, domethënë ajo që vendosëm ne si rregull është jo penalizim, sepse këta kanë punuar shumë fort për të ardhur kjo ditë. Nuk është një investim i menjëhershëm. Dhe pasi folëm dhe me këta, vendosëm edhe një fond kreditimi të pikëve që këto marrin në një hapësirë kohore për 2 vjetësh me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve dhe me Ministrinë e Çështjeve Sociale dhe të Rinisë. Që kështu ka një udhëzim të përbashkët tani si mund të pikëzohen për të qenë guida më profesioniste në të ardhmen. Po shumë e rëndësishme nga që punojnë me tuaj të kenë të njëjtën strukturë që kanë ato për vendin e tyre, se si mund të vinë një huaj kur ky nuk ka një dokument shqiptar. Dhe këtë bëm si fillim, domethënë kjo ishte shumë e rëndësishme. Dhe në fakt është për të vlerësuar që numri i turistëve në Shqipëri këtë vit ka qenë një boom i paparë, domethënë 4.731.000 turistë, më shumë se 15% në krahasim me vitin e kaluar, dhe në paqet kombëtare tona ne kemi pasur shumë vizitor, jashtëzakonisht shumë vizitor, po ka qenë një gjë e rëndësishme dhe unë po e ndaja edhe me Albanian Adventure që ka pasur edhe shumë shqiptar këtë vit që kanë vizituar parqet, jo vetëm tuaj. Dhe po tregon që ka një kërkesë për turizmin vendas.
Që kështu është një gjë e rëndësishme. Po. Edhe më në fund edhe shqiptarët lëvizin fundjavë, do. Shqiptarët kanë edhe një gjë që arrin të harnohen me pak. Duke qenë vendas, arrin edhe të gjejnë hotelin pak më të lirë, arrin gjejnë edhe ushqimin pak më të lirë, aktivitete për të bërë pak më lirë se sa tuhet. Kurse tuhet automatikisht po plasen te ne pastaj. Tek tur operatorët ose tek agjenci. Në fakt, kryeministri, pavioni këtyre në panairin e turizmit ishte një pavion që pati vizitor pa parë. Këto për herë të parë patën student që erdhën nga Instituti i Sporteve dhe pastaj kanë një ngjarje që duhet ta tregojmë vetë se ka qenë emocion dhe për këtë. Jo, ne kishim në fakt panairi vinte mbas shumë kohë, ne s'kishim panair, por shumë kohë Shqipëria s'pati panair turizmi. Edhe kjo ishte çik jo normale, do që do të kesh turizëm, kaq shumë turizëm në një vend turistik, ne mos më pasi panair nuk ishte gjë e mirë. Na dhanë një hapësirë goxha të mirë, dhe arritëm të marrim një hapësirë goxha të madhe, duke pasur shumë materiale ne donim hapësirë, se nuk kishim broshura. Ne si kompani shesim gjë konkrete, do bombula zhytje, pajisje alpinistike, pajisje skish, kemi pas kajak të mëdhej, një stand-up paddle gjigant që është gati 8 metra. Kjo na duhej ambient shumë i madh. Dhe kjo është edhe arsye, ishte arsye që gjithë vinin te ne se kishim shumë ngjyra, shumë rraqe, do mush sektori aty me rraqe. Po realisht ne kemi netin në kam gjatë gjithë kohës. Të shtunë diel ka pas non-stop njerëz. Interesant ishte një që patëm duke mos pas kompani tuja se pas shumë kohësh ata s'kishin faqe me ardhmë marr stand, sepse mungoi. Kam jam i sigurt që vitin tjetër po bëhet prap, i ketë gjithë aty. Ata vinin vërtet, nuk kishin marr stand, po vinin nëpër stenda vet. Siç bëjmë ne që shkojmë në Paris, nuk kena lek me marr stand, po bëhet. Ajo që është e padiskutueshme është që na ka ndihmuar shumë e para ndërhyrja që kemi bërë për t'i marrë mbrojtje, edhe për t'i ripërtri pak nga pak gjithë këto parqet e rëndësishme, qoftë natyrore, qoftë arkeologjike, qoftë për shembull në 24 prill hapim Apolloni, është bërë restaurimi me rreth 750.000 euro pas 30 vjetësh zhvendor. Dhe u shkova e inspektova aty, ai priti aty i asaj kishës ta çfarë bin të jashtë, ai të brenda, ferra, plera. Tani është një spektakël. Ose po të shohësh këtu, është shumë se kam ca shifra këtu të kësaj forumit ekonomik botror për turizmin, dhe po të shohësh këtu turizmi kulturor, që ka parqe, monumente kulture, parqe natyrore, muze, që ne kemi bërë disa muze që i kemi ripërtrirë, ka pas rritje 17.5% të vizitorëve. Po 17.5% vizitorëve në 2016 krahasuar me 2015 nuk janë pak. Dhe ki parasysh që janë vizitorë që konsumojnë, flenë, kalojnë kohë në këto pika, që kanë bënë gjitha me programin e rilinës urbane, që thoni po ç'është kjo fasade, ç'është kjo kështu, po në fakt ripërtritja e qyteteve dhe ripërtritja e këtyre pikave është ekonomike. Dhe po të shohësh shifra këtu, është e pabesueshme që 17.5% rritje brenda një sezoni, ndërkohë që unë ju siguroj që këtë vit do të ketë shumë më tepër. Dhe unë e shoh edhe nga për shembull Albituri. Albituri, unë kam takuar Albiturin para 3 vjetësh, as nuk ke llogarisë në Shqipërinë fare, jo po kështu e po ashtu. Sot kanë filluar promocionin në Shqipërisë, edhe kanë futur në paketë, edhe nuk e di se sa mirë është tjetër vetëm Albituri ka për atë. Edhe Franco Rosso po ashtu. Ose po të shohësh të rritjen e fluturimeve direkte në charter, vetëm për efekt të mbështetjeve të huaj, për efekt turistik, është 98% rritur në 2016, raportin 2015, edhe jam i bindur që këtë vit do ketë rritje shumë lartë, 30% crociera. Patjetër që ka shumë akoma, sepse potenciali është i jashtëzakonshëm, po edhe këtu te udhëheqësi turistik, pash që ka goxha ndryshime dhe goxha përmirësim. Kështu që besoj që këtë vit do kemi prapë një boom tjetër.
nuk diskutohet. E di çfarë ishte një gjë në panajër që ne po e ndanim bashkë. Ti do të tregosh historinë tonë, po unë do të tregoj historinë time. Atje në panajër merrte pjesë edhe një përfaqësues nga Malizi. Dhe përfaqësuesi nga Malizi po thoshte që u entuziazmua. Edhe po thoshte në fakt qeveria e Shqipërisë duhet bëj gati ta bëj paketa që të vinë edhe më shumë turistë në Shqipëri. Tash unë mire ke, po këtë nuk e bën qeveria, këtë e bëjnë agjensitë, nga gëzimi i madh që po shikonte që kishte shumë pjesëmarrje dhe njerëz që diskutonin, sepse duhet ta lëmë të hapur konkurrueshmërinë, duhet ta lëmë të hapur garën. Dhe paketat i propozojnë agjensitë ose turoperatorët, nuk i bën qeveria. Kemi 693 agjenci tani, që janë të certifikuar edhe që operojnë, edhe që janë gjitha në rregull, domethënë kapitpamja e taksave, kontributeve të formalizuar. Edhe faktikisht është shumë e qartë që kërkesa është shumë më e lartë se sa oferta akoma, sepse na duhet bëjmë shumë më tepër investime dhe sidomos në pjesën e sezonit të verës, për të pas disa mundësisht 2 apo 3 si fillim rezorte turistike të cilësisë më të lartë. Plus edhe në pjesën e dimrit ne kemi një zonë komplet pashfryzuar, edhe po i thosha edhe dia atyre që unë taku. Për shumë po të shohësh si impakton gjithë kjo që kemi bërë me rrugën e Valbonës, me ndryshimet në Tropoj që po e kthejnë Tropoj nga një qytet i humbur atje në një qytet mikpritës. Ka fillu intensivisht rritja e numrit vizitorëve që shkojnë në Valbonë në fundjavë dhe kanë fillu intensivisht ndërtimet e bujtinave ose transformimet e shtëpive në bujtina. E njëjta gjë ndodh në Maksinë e Madhe, tamar lart deri në Vermosh. Von me thefin na duhet patjetër që të më në fund bëjmë edhe rrugën që është i problem vetë dhe ajo, edhe jam i bindur që do ketë impakt shumë të madh. Domethënë kanë qenë 1 miliard e 200 ca milion të ardhura vitin e kaluar vetëm nga turizmi. 1 milion 200. 1 miliard 200 ca milion. Ndihmon shumë ekonomikë lokale. Po ne kemi potencial për të shkuar 5 miliard në vit. Ne duhet të shtojmë strukturat e komoduese në fakt, po edhe këto dinë bëjmë punë shumë të mirë, se Shqipëria ofron këtë gjë. Thuaj atë që të ndodhi, se është lajm i bukur. Realisht, ne ishim në stand dhe këta polakët që s'kishin marrë stand, duke mos pas panierë, siç thash më përpara, s'kishin guximin me rreziku me marrë stand, vini vërdallën për standat tona. Ai zotëria të dielën ka bërë takimin, domethënë që më pyeste për çmimin për gjëra, thash unë nuk jam as mos isha përgatitur se s'ma priste menaxher do kishte njerëz, kupton? Paktën tuaj. Zotëria të dielën mbylli komunikimin kështu normal që çao ofron, si ofron pa ato pajisje, i tregum certifikatat që kemi atje. Dje ka hedhur online në website-in e vet, në gjuhën polake, ka marrë dje mëngjes të gjitha turet tona, për punë 4-5 orësh, diçka tillë ju dhan, i ka përkthyer gjitha dhe sot janë online. Kjo kompani ka online të gjitha turet që ne kemi, që ne kemi best tours të sezonit, kemi një 5-6 janë më të mira të sezonit, për 4-5 orë i mori, i përktheu dhe i ka hedhur online në tregun polak. Dhe ka rreth 300.000 klikime në vit, si kompani në Poloni, sepse ata operojnë vetëm në atë shtet. Unë jam çudit, unë nuk e prisej që ne kemi dashur me bredh në brindën e panajiri i Parisit, shkoi panajiri në Gjermani, shkoi ne shkoi në atë check-in ka rritje, vazhdon rritje. Kemi një kompani që quhet Itaka, që ka qendrën në Poloni ajo, që bën fluturime charter dhe të gjithë turistët i merr nga Polonia, Çekia dhe Ukraina dhe i sjellën në Shqipëri. Që kështu për këtë vit ato kanë mbyll kontratat, në 23 maj fillon fluturimi i parë dhe mbaron në fund të shtatorit fluturimi. Dhe ato mendojnë që në gjithë të sezonit do ketë fluturime ditë për ditë. Domethënë pjesa e golemit dhe pjesa e shëngjimve lipoj, atje janë masive të hoteleve, janë gjithë të prenotuar tani nga kjo kompania që kështu ka shumë rritje. Por çekët ka nevojë edhe për outdoor sport. Po ka shumë nevojë ne ju bëjmë off-roadin. Çdo javë ju bëj aktivitetin off-road. Kemi Foristrada që ata paguajnë një çmim për këtë shërbim dhe në mëngjes deri pas dite bëjnë kjo. Këto aktivitete që bëjmë ata polakët. Se një pjesë e tyre ata kanë paketë fikse, ne na paguajnë ekstra për aktivitetin tonë. Edhe në çdo javë, nga kur vin tani deri në fund të sezonit, bëjmë çdo javë këtyre grupeve aktivitetin off-road. Këtë vit do shtojmë zhytje edhe kajakun, këtyre grupeve që janë. Po pjesa e rafting zhvillohet,
Bëhet, ne nuk e bëjmë rafting, ne Se bëjmë bëni? kajak deti dhe bëjmë stand-up paddle në det, më shumë, duke qenë se na pëlqen kjo hapësira e plazheve të reja e shpellave, kurse kanionet janë gjëra që i shef gjithkohon të njëjtat, kupton, dhe ne nuk na pëlqejnë shumë, ne duam që shohim çdo ditë gjëra të reja. Tash po edhe ai është sektor shumë i shqitur, kupton, rafting shumë sektor i shqitur. Unë e di që ka disa kompani që bëjnë rafting. Pavarësisht se lumejt pastaj një herë mund t'i bësh, një herë, 2 herë maksimum se të mërzitet më shumë. Kurse ne preferojmë pjesën e plazheve, të ka shumë plazhe, shpella që ti nuk shkon dot në këmbë. Kurse me stand-up paddle, që është një pajisje shumë e madhe domun që hyjnë 7 veta, ose ti për rafti vetëm se s'ka bordura, rafti shesh, si tavolinë. Edhe ajo të jep mundësinë t'i afrosh shpellave, jep mundësinë t'i afrosh plazheve sa do ti zbresin kërcejnë ajo, ose ti pishinë e lëvizshme. Shumë, kështu që ne më shumë atë pjesë. Po edhe rafting ka shumë kërkesë. Ndërkohë me kështu shoqatën e rafting ne po punojmë me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve për të bërë këtë udhëzimin e përbashkët, sepse Universiteti i Sporteve duhet t'i fusi ta të rinjt pjesë të guidave, po duan ca trajnime ekstra, përveç asaj që mësojnë shkollë, të bëjnë ca orë që të bëhen guida të certifikuara. Është duke u punuar kjo gjë jemi. Edhe janë shumë të interesuar vetë ato shoqatë sepse ka nevojë për më shumë guida. Vetëm se me këtë fluks ju si e përballoni me kaq pak njerëz, Unë realisht më duhen të tjerë. Realisht duhen njerëz të tjerë. Për 4 vjet kam bërë trajnimin e guidave tek Universiteti i Sporteve, se ata profesorët janë më shumë teorik se sa praktik, se janë profesorë universiteti normalisht. Pjesën praktike jo kam bërë unë. Për 11 ditë unë i çoja në Jalë. I bëja me fjet me çadra, 150 studentë flenë çadra, ham aty, flejmë aty në Jalë. Gjatë ditës pastaj ndaj, një pjesë bën kajak, një pjesë bën zhytje, një pjesë bën kacavierë shkëmbore, një pjesë bën trekking. Edhe aty kam zgjedhur më të mirë dhe më e vet. Duke qenë se kisha rastin i parë të njëfja, i zgjidhja mes studentëve më të mirë kam marrë në vite të ndryshme kam zgjedhur, që edhe pjesën tjetër që s'janë këtu në zyrë me ne. Të njëjtën gjë bëja në Theth pastaj, i marr prap gjithë studentët, 150 studentë që ka viti, ku shkon Theth, viti 2 shkon Theth. Viti i parë është në Milano. Vitet e dyta pastaj shkonin në Theth dhe atje prap ju ngrej kamp të madh me tenda, mes të luginës Thethit dhe është shumë e veçantë. Edhe atje gatuhet, atje flihet, atje ku bistu hija shumë çadër arrim. Pastaj çdo mëngjes bëhen ecje. Çdo mëngjes bëhen gati një ecje më të gjata është 28 kilometra në këmbë. Vajti ardhi, gjithë kortezhi 150 studentë. Atje bëjmë kacavierën shkëmbore. Kemi një shpat mali, një humner, që kemi pajisë me gozhda, në split do të bërë kacavierën që tjetë edhe brenda sigurisë, se këta shumë pjesa më mëdha janë fillestare, kështu që duhet edhe kjo pjesa e sigurisë. Ne kombinojmë ditë ju bëjmë ecje të gjata dhe mësojmë si të drejtosh një grup, si të sillesh, çfarë duhet kesh kujdes, ndihmë në shpejt, ndihmë në parë, që s'ka bëj fare me ndihmën e qytetit, është komplet tjetër lloj ndihme në mal. Pastaj bëjmë kacavierë, nonat e sigurisë. Paulën e pagun mirë, Paulën? Paula klasi vetë? Patjetër. Je mirë paguar apo? Jo e mirë paguar, shumë e mirë paguar. Je shumë mirë paguar. S'ka që se të tatojmë. Do të tatojmë më shumë. Po ju keni rrogë fikse gjatë gjithë kohës apo varësi të sezonit? Tani një pjesë janë me rrogë fikse, se për shembull kur nuk kam punë, nuk i paguaj dot. Edhe një pjesë të guidave punojnë me kontratë shërbimi. Po këta që ke këtu i paguam këta apo? Ta paguam. Ah, bra. Po një pjesë janë me kontratë. Një pjesë për shembull kanë ca që punojnë edhe në shtet. Për shembull, janë disa disiplina zhytjet me bombulat, zhytjet e ekspertëve që bëhen shkoj shumë thellë, është një djalë që vjen nga Renea, që është edhe i shtetit, person që është shumë profesionist. Ka gjithë të certifikimet botërore që mi kanë kërkuar kompanitë e huaja që duan të dinë. Ai mori certifikimin. Po zhytjet ku i bëni ju këto? Këto bëhen në Porto Palermo, një pjesë. Është bukur aty, Është një nga 10 vende më të bukura në Ballkan. Ashtu, ëh? Është ekselent. Është super ekselent. Sidomos pjesa e majtë që aty ka disa balkone realisht që mund të fusësh edhe njerëz fillestar, po edhe super profesionist. Te kalaja aty Te kalaja, po, pjesa e majtë. Është ekselente fare. I dinte jetës aliu. Jo, atje është shumë bukur, sa ti tregon klientëve. Ka edhe gjylet vjetra, ka edhe amfora të vjetra që ke çfarë tregon për klientët. Se puna është mos me futet me pa gjelbrim, duhet të shohim me një gjë. Në fakt kishim një projekt, po nuk e di, do na e kemi akoma po të shohim. Po muzeun në Milano. Po me këtë Me njët në Sarandë. sanitaren, jo. Duam të bëjmë një muze në New York me këto monumentet, skulpturat e realizimit socialist. Që ti marrim gjitha dhe ti bëjmë vizitueshme në ujë. Është një Japoni një gjë e tillë më duket, ëh? Një Japoni. Po diçka ndryshe, po është. Edhe mund të jetë një gjë spektakolare, domethënë të futesh në ujë dhe të shohësh një muze arti në ujë me gjithë këto skulpturat, Leninin, Stalinin, shogun Enver,
Marsin, Engelsin, motorët, shkatarët, revolucionarët. Planin e zhvillimit ta bëjmë muzeun në ujë, se e kishim bërë në tokë, tani po e bëjmë në ujë. Jo në Tokyo, ajo duhet jetë në New York, komplet. Edhe të vizitohet vetëm duke u zhyt, jo sipër është një si këtu zhytje në kohë, zhytje në histori, zhytje në një sipërfaqe të historisë që është nën tokë, po themi. Dhe mund t'jeti gjë shumë spektakolare, edhe mund s'jedi pa fund, se unë e shoh edhe në këtë dokumentat e Kaselit që u bë ekspozita, që është hap dje partije nuk e di, kishin quar, morën këta kuratorët një koleksion të realizmit socialist, plus disa artistë bashkore Edi Hilën e këtu. Edhe më shkruanin ata kuratorët një sukses i jashtëzakonshëm. Sepse është histori, po histori e përzierë edhe me një lloj mjeshtrije të asaj kohe, sepse nuk është thjesht historia edhe ka shumë interes. Kështu që po ta bëjmë në muzeu, do jetë për të turizmin e aventurës një element shumë i veçantë. Na shtohet një ditë më shumë për të shitë. Do jetë një element shumë i veçantë. Nxjerrim e kek edhe nga kjo. Dhe një element shumë i veçantë. Shumë. Ajo mund bëhet, ajo nuk është vetëm thjesht, nuk është për sportista, si për gjithë njerëzit. Do të futesh edhe me ato. E fillon diku nga 5 metra që edhe teknikisht e fillon diku që ecën edhe duke zbrit, pastaj i shikon ato. Pastaj kush do të zhvillet më thellë, kush do të bëhet gjë fantastike. Plus po bile patëm fol atëherë edhe për një lloj ndryshimi i veçantë në New York që të jetë vizituar në gjatë natës në orë të caktuara. Mund të jetë spektakolare. Do bëjmë. Ne na keni gati, nëse ju duhet mbështetja ne ju ndihmojmë. Do bëjmë. Jo, ndoshta me ju, ndoshta vetëm duhet pjesa teknike duhet të diskutojmë vendin, sepse ju njihni më mirë vendet, sepse puna të jetë edhe i aksesueshëm më lehtë, jo nga këto se këtu pastaj po edhe i aksesueshëm më lehtë dhe të jetë miqësor me mjedisin, mos dëmtojmë. Edhe në këtë pikë ndoshta ju mund ta jepni sugjerime se ku mund të bëhet. Idenë me anin e patëm pas atëherë që ta bënin poshtë nga Ksamili, që të bëjë një lidhje edhe me parkun e Butrindit. Pra, ti vjen ke Butrindin, ke edhe këtë muze tjetër, kështu që kjo të bën që të rish një ditë më shumë patjetër. Megjithëse edhe ditët janë shtu me çfarë shumë. Po, është me një ditë. Është shtu një ditë më shumë vjet, shohim tani. Kështu që kjo mund na japi diku në këto. Kjo mund na japi goxha boost për ta bëjmë të bashkëpunim. Kemi edhe një gjë në fakt që është e rëndësishme. GIZ bëri një hartëzim të gjithë kampingjeve që ka Shqipëria, dhe ne kemi rreth 32 kampingje në gjithë territorin tonë. Dhe pasi mbaroi Shqipërinë, ai bëri edhe një hartëzim se ku janë kampingjet më të mira në Ballkan. Dhe Shqipëria nga 10 kampingjet më të mira në Ballkan ka 4, që janë the best of Balkan janë Shqipëri. Dhe këtë hartën e ka vënë në sajtet gjermane dhe vazhdimisht ka kërkesa për këtë gjë, që pastaj lidhen me djem për të bërë aktivitete outdoor. Gjithashtu po bëhet edhe një aktivitet i rëndësishëm, që është festivali i sporteve të hapura, Outdoor Sports Festival, që bëhet në Pilur në fund të prillit fillim të majit, ju jeni ftuar për të marrë pjesë. Bëhet kjo ç'është kjo kampionati kombëtar, kampionati botror i fluturimeve. Po ajo që ka vlerë të madhe në këtë që bëni ju dhe që bëjnë gjithë ta të rinj që kanë hapur këto kompanitë, janë rreth 55 kompani që ne i kemi stimuluar vetë. Po ka dhe plot tjera, është që jepni një shembull fantastik që kush do të punoj, kush do të ushtroj aktivitet sipërmarrës dhe ka një ide, ka një pasion, ka një këmbgulje ja del. Kjo është, domethënë po ta besoj që po ta krahasosh nga dita e parë që ke filluar me sot, as e ke menduar që do vish këtu apo. Po nuk e mendon se ku do shkosh akoma, s'ke pa gjë akoma. Do ta bëjmë një foto të gjithë bashkë, ta shet Facebookun, ne duam të ndjerrim një gjë. Okej, ja këtu.